Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 38 vjeçe dhe nuk e kam menduar kur se do ta gjeja veten duke analizuar kaq shumë trupin e burrit tim. Kur u martuam në fillim, këto gjëra nuk më dukeshin të rëndësishme. Ishte dashuria, siguria, ishte ndjesia se kisha gjetur dikë që më qëndronte pranë. Nuk kisha lista kërkesash, nuk kisha krahasime, thjesht isha aty. Vitet kaluan shumë shpejt. Jeta u mbush me rutinë, me përgjegjësi, me netë të lodhshme dhe mëngjese të ngarkuara. Mes gjithë kësaj, trupi u bë diçka që e shihje, por nuk e vështroje më me të njëjtën vëmendje. Deri në momentin kur fillova të vërej ndryshime. Nuk ndodhi papritur, ishte një ndjesi e vogël, pothuajse e padukshme në fillim. Një mendim që më kaloi në kokë dhe që e shtyva menjëherë tutje. Pastaj u kthye sërish, derisa nuk ishte më thjesht mendim, por u bë ndjesi. Fillova të ndjej se diçka nuk më zgjonte më atë që kisha emocionin e fillimit. Jo sepse burri kishte ndryshuar si njeri. Ai ishte pa aq i kujdesshëm, pa aq i qetë, por ndryshimi vinte sepse unë vetë po e shihja. Trupi im reagonte ndryshe, mendja ime kërkonte diçka më shumë, dhe kjo më friksonte. Nuk flisja me askënd për këtë temë, as me shoqet, as me motrën. Më dukej turp, sikur po tradhtoja një besim të pashkruar. Mendoja me veten, si mund të mos jem mirënjohëse? Kam një burr kaq të mirë, besnik. Por mirënjohja nuk e mbush zbrastësinë kur nuk ndiheshe plot. Netëve kur ai flinte, unë rija zgjuar duke menduar për veten time, për gruan që kisha qenë dikur, për mënyrën si e përjetoja dëshirën pa e analizuar. Tashmë çdo ndjesi kalonte nëpër filtrin e mendjes dhe mendja ishte bërë e pamëshirshme. Fillova të shmangja momentet intime, jo me vetëdije, por natyrshëm, me justifikime të vogla, me lodhje, me heshtje, dhe sa më shumë heshtja, aq më shumë rritej distanca mes nesh. Jo distanca fizike, por ajo emocionale. Ai nuk më pyeste, ose ndoshta nuk guxonte, dhe kjo më dhemte më shumë se sa një debat. Doja të më shihte, të më ndjente, të kuptonte që diçka nuk ishte më si më parë. Në pasqyrë fillova të shija një gruaj që nuk e njihja më mirë. Një gruaj që kishte nevoja, por kishte frikë t'i pranonte. Një gruaj që nuk donte të jetonte në gënjeshtër, po nuk dinte si të ishte e sinqert, pa lënduar. E kuptova se pakënaqësia ime nuk lidhej vetëm me trupin e tij. Lidhej me faktin që unë nuk ndihesha më e dëshiruar ashtu si unë kisha nevojë. Jo si zakon, jo si detyrim, por si zgjedhje. Kjo gjë më solli një ndjenjë faji që më rëndonte çdo ditë, sepse e doja, por dashuria, gjë që e mësova më vonë, nuk është mjaftueshëm për të mbajtur gjithçka gjallë. Mendova shumë herë të flisja, formuloja fjalinë mendje, por gjithmonë më dukej e gabuar. Shumë e ashpër, shumë e butë, shumë e rrezikshme. Frika se mos prishja atë që kisha ndërtuar më mbante të hekurt dhe gojkyçur. Por heshtja po më konsumonte. Një mbrëmje ndërsa ai fliste për gjëra të përditshme, unë e kuptova diçka me një qartësi që më tronditi. Nuk mund të vazhdoja më kështu. Jo sepse ai ishte i gabuar, por sepse unë po humbisja veten time. Nuk mora vendime të menjëhershme, nuk bëra drama, kishte vetëm një pranueshmëri të qetë, por të rëndë. Nevojat e mia kishin rëndësi, ndjesitë e mia ishin reale. Injorimi i tyre nuk ishte sakrificë, ishte vetë mohim. Ende nuk e di se çfarë do të ndodh. Ende nuk e di si do të flas apo çfarë do të ndryshoj. Por di një gjë me shumë siguri. Nuk dua më të jetoj duke shtypur atë që ndjej. Jam 38 vjeçe, kam të drejtën e gjithë botës të jem i sinqert, qoftë edhe kur vërteta është e hidhur.